Është antikushtetues, ju lutem, nuk është antikushtetues. Vendimi i Zotit Deor nuk është antikushtetues, nuk është antikushtetues. Nëse e gjeni një paragraf në mënyrë eksplicite, gjykata thotë gaboj në këtë pikë Zoti Avni Deori, do të kthejmë procedurat mbrapa, atëherë në rregull, unë domethënë jap përgjegjësi edhe faleminderit shumë që na tregoi. Dhe e treta është që zgjedhja e kryetarit bashkë me nënkryetarin janë reciprocitet. Këto tri konstatime janë shumë të rëndësishme leximin tonë të gjykatës kushtetuese. Nëse partitë opozitare e bllokojnë kryetarin e kuvendit në këtë mënyrë, ne kemi thënë që i njëjti reciprocitet mund të aplikohet edhe për nënkryetarit e kuvendit dhe kështu nuk shkojmë askund. Kështu bllokohet, kjo është çështje bllokuese e kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe këtu në dha pikërisht të drejtë atë gjykimi i gjykatës kushtetuese, ju me siguri keni pasur kohën e mjaftueshme ta lexoni në të gjitha dimensionet e veta këtë akt gjykim. Aty njëri prej më të rëndësishmëve prej konstatimit është që nëse hyhet në blokad për me kërku marrëveshje politike, secili subjekt me secilin, atëherë kjo nuk vlen vetëm për kryetarin e kuvendit. Një gjë që të cilën ne gjithmonë e kemi theksuar si vetëvendosje dhe partitë opozitare gjithmonë e kanë mohuar, duke ju thënë që për nënkryetarin as që flitet, as që diskutohet, kinse kjo është e drejta e tyre dhe vetëm e tyre, kurse për vetëvendosjen nuk qenë ka kryetari mos zgjedh e drejta jonë. Kjo definitivisht u sqarua dhe edhe një herë mirë po, ajo interpretimi i lëvizjes së vendosjes sa i përket kësaj pike, me që jemi pikërisht te kjo, sa i përket raportit të kryetarit me nënkryetar, dhe unë qëllimisht fillova pikërisht nga kjo pikë, sepse propozimi i vetëvendosjes juve me siguri po ju kujtohet cilështe. Të vendosim të gjithë në pako dhe të votojmë duke mos ju përzier njëri tjetrit në emrat që t'i propozojmë. As ne nuk do t'ju përzihemi subjekteve opozitare se këtë do t'a propozojnë atë për nënkryetar apo për nënkryetare të kuvendit të Republikës Kosovës. Por gjykata kushtetuese, ne si e lexojmë është që kjo nuk është le të themi një instruksion i cili duhet patjetër të bëhet. Kjo është vetëm një paralajmërim që gjykata ka konstatuar nëse hyni në këtë rrugë. Pra nëse hyhet në rrugën e bllokimit, që pa konsenzus nuk ka asnjë konstituent të kuvendit,